Sipas njoftimeve të ditëve të fundit, Hekurudha shqiptare ka shtyr afatin për dorëzimin e ofertave për tender ndërkombëtar me vlerë 90 milion euro për rehabilitimin e linjës hekurudhore Durrës-Rrogozhin. Për të shtyrjes së afatit, dokumenti i ri sjell dhe disa kërkesa shtesë për kompanitë pjesëmarrëse. Kontraktori që do shpallet fitues do të duhet të respektojë detyrimet e Bankës Evropiane të Investimeve për integritetin, mbrojtjen e mjedisit dhe aspekte sociale, si të hartoj procese të posaçme për menaxhimin e çështjes mjedisore, shëndetësore dhe të sigurisë gjatë zbatimit të punimeve. Po ashtu, në ndryshim nga njoftimi i parë, ofertuesve u kërkohet të paraqesin edhe informacion mbi stafin dhe kualifikimet profesionale të personelit që do të angazhohet në projekt. Projekti parashikon gjithashtu projektimin dhe ndërtimin e rreth 34 km linje hekurudhore, kryesisht mbi gjurmën ekzistuese. Punimet përfshin rikonstruksionin dhe ndërtimin e urave, nënkalimeve dhe mbikalimeve për këmbësorët, rehabilitimin e një tuneli rreth 380 metra gjatë, modernizimin e kalimeve nivel, si dhe instalimin e sistemeve moderne të sinjalistikës hekurudhore. Për paketën e investimit, përfshihet gjithashtu rikonstruksioni i 5 stacione hekurudhore, ndërtimi ose rehabilitimi i rrugëve paralele të aksesit dhe masa për përshtatje ndaj ndryshimeve klimatike. Linja do të projektohet në mënyrë që të mund të elektrifikohet në një fazë të mëvonshme. Vlera parashikuar e kontratës mbetet 90 milion euro pa të vëshë, ndërkohë kozgjatja e zbatimit është 48 muaj.